Fudail ibn Ayadi është një prej hoxhallarëve shumë të mëj. Dhe është interesant, vetëm shkurtimisht, sa për me njoft biografinë e tij, Fudaili në fillim nuk u kon djalë i mirë. I ka pas dashok këqije, ka shku rrugëve të këqija, bilim ka njerë, ka dalë dhe u ka nxon pritën njerëzve, edhe i ka plaçkit cubukun. Ka ndodhur dhe haxhilert që nisë me shkun qabe ja u ka nxon pritën. Po, një natë Allahu ja hap zemrën. Ish paskon hypun mbi një mur, e kish pas një vajzë i dashurum të. Edhe para ma shumë se 12 shekuj, shkon hyp në murin e asaj vajzës për me pa të dashurin e tij. Po aty afër asaj të dashuris e tij i shkon një kujshi i saj, ai një plak natën po fal namaz. Edhe o dal aty në balkon, po fal namaz ai shpit vet ky u hyp mbi zid me kqyr të dashurin e tij. Ai ty fal namaz, i shkon t'ju lexu disa ajete prej surës Hadid. Dhe vjen te ajeti Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Ku Allahu thot, a nuk ka ardhur koha, momenti, ata që kanë iman, kur përmendet Allahu, tu rënqethen zemrat? Ky kur e ndin ajetin, si ka ken hypun mbi zid, thot erdhati ya Rabbi. Edhe vendos me bot tauba. Vendos mu kthy te Allahu. Edhe çfarë tauba e bën, pendohet sinqerisht, edhe bëhet hoxh i madh. Edhe në zemanin e tij kur ka jetu kë, një kohë ka jetu në Mekë, një kohë ka jetu në Medinë, ja kanë ngjit llakabin Abidul Haramaini. Kur ka jetu në Medinë, s'ka mujt me bë kush ibadet më shumë se ky në Medinë. Kur është shku në Mekë, edhe në Mekë s'ka mujt kush me bë ibadet më shumë se ky.